Mirë se keni ardhur në trajnimin për bazat e veprimit, krijimin e hapësirave të sigurta dhe të ndjeshme. Jam shumë e lumtur që jam këtu me ju sot. Dhe Suzana Lutolli është emri im, ka të bëj me iniciativën Caring 2.0 që bën bashkë këtajnë pjesëmarrësit tanë në gjithë rajonin për kujdesin e informuar nga trauma. Para se të fillojmë, disa rregulla të shtëpisë dhe para kësaj që t'ju njoftoj se ky sesion zgjatet diku rreth 90 minuta. Ajo që do të bëjmë është që të eksplorojmë se si kujdesi i informuar nga trauma mund të vihet në praktikën e përditshme, jo vetëm si koncept, por si mënyrën të veprimit dhe krijimit të sigurisë dhe besimit në marrëdhëniet tona dhe sistemet tona. Besoj që po presim edhe disa pjesëmarrës që na bashkangjiten, ka një numër goxha të madh dhe sistemi po ka vështirësi që ti pranoj të gjithë, pra do të pres vetëm edhe 1 minutë para se të fillojmë. Mirë, pra para se të ecim tutje, kemi për shërbimin e përkthimit i cili mund të qaset në Zoom. Nëse shkoni në fund të ekranit poshtë dhe të klikoni në shenjën More, do të shihni edhe interpretimin ose përkthimin dhe nga aty mund të qasni gjuhën tuaj të dëgjimit. Nëse ka dikush ndonjë vështirësi, thjesht shkruani në chat. Për ndryshe, përkthimi mund të merret nga aty. Para se të vazhdojmë tutje, duam që të ftojmë në ngjarjen tonë Maria Buksani nga Terdezom, Kosova, që të thot disa fjalë për iniciativën Caring 2.0 dhe qëllimin e saj, dhe pastaj do të vazhdojmë me folësit tanë, por Maria, nëse dëshiron që të bëjsh prezantimin sa i përket projektit Caring 2.0, ke fjalën. Faleminderit shumë, Suzana, mirë se keni ardhur të gjithë në këtë seminar ose webinar të parë në serin për 3 të tillëve brenda projektit Caring 2.0 të Bashkimit Evropian. Pak fjalë sa i përket projektit në kuptimin e qasjes të kujdesit nga të ushqyer nga trauma. Është një qasje multidisiplinore para ndalimit dhe reagimit të dhunës në shkolla, dhe kjo mbetet brenge konsiderueshme në gjithë Evropën. Prova nga burimet të ndryshme tregojnë që ka forma të ndryshme të dhunës në dhe përreth shkollave. Gjithsesi që duhet të trajtohet në kontekstin nacional, edhe ka pasur avancime ligjore të politikave dhe praktikave. Këto masa megjithatë duhet të përshkallëzohen, të rriten për të trajtuar sistemet e integruar të mbrojtjes së fëmijëve, duke pasur interesat e fëmijëve në qendër. Tani, duke u bazuar në implementimin e suksesshëm të projekteve Caring 2.0 projekti, që është qasje multidisiplinore para ndalimit dhe reagimit të dhunës në shkolla, synon që të kontribuojë në përforcimin dhe funksionalizimin e sistemeve të integruara të mbrojtjes së fëmijëve përmes qasjes disiplinore të parandalimit dhe reagimit, duke marrë parasysh po ashtu edhe dimensionet gjinore të
prezantimin në hapësira të duara të sjelljeve të tilla. Tani vendet e implementuese të këto projekteve janë në Bullgaria me organizatat e shoqatave të prindërve, Kroacia me Brave Phone, Greqia Tërdezom me rol koordinumi, Tërdezom Kosova dhe Rumani Tërdezom. Synimi i përgjithshëm i projekteve është që të avancojë i funksionalitetin e sistemeve të integruar të mbrojtjes së fëmijëve me këtë qasje multidisiplinare të parandalimit dhe reagimit ndaj dhunës në shkolla. Për të arritur këta objektiva, projekti është vendosur me këndvështrime socio-ekologjike, duke marrë parasysh duke përbashkuar edhe shumë njerëz, duke siguruar që secila stres të trajtohet dhe të afektojë këta. Për të adresuar në mënyrë tërësore dhunën ndaj fëmijëve, duhet të bëhen përpjekje të përbashkëta në shtresat ndryshme që të implementohen në një sër metodologji të përforcimit për të ofruar bazën për shpërndarjen e praktikave më të mira. Këto metodologji janë kurrikulat caring, duke adresuar situatën aktuale dhe normat sociale dhe gjinore, përcjellur pastaj me 2 mjete ose vegla që janë iniciativa dhe zërat më të fortë për ndryshimin e sjelljes as në shkollën time, as në klasën time, është një vegël për bullizimin kibernetik dhe qëndrimet e tilla. Një libër për unë mbështes miqtë të mi, pakuja trajnimit për kujdesin e informuar nga trauma dhe operacionalizimi i mekanizmave të referimit ndërinstitucional në nivel shkolle. Kemi edhe një komponent tjetër të bordit rajonal për këshilltar për fëmijët e tri dhe 5 bordet të tilla nacionale që mbështeten dhe zhvillohen si mekanizëm testues për të siguruar pjesëmarrjen kuptim plotë të fëmijëve në proceset vendimmarrëse që i ndikojnë jetës të tyre. Pakuja e parë për trajnimit të kujdesit të informuar nga trauma, dizajnuar nga autoria Suzana Lutolli, synon të pajis profesionistët duke përfshirë mësimdhënësit, agjencisë ligjzbatuese, stafin shkollor, shërbimin mbështetëse dhe profesionistët social, për të aplikuar qasjen e informuar nga trauma apo mbështetjen mendjeshme ndaj traumës në intervenime kur punohet me fëmijë dhe që kanë përvojë apo ndikon nga dhuna. Në bazë të kësaj pakuje trajnimi janë organizuar 3 trajnime transnacionale 3 ditore në Prishtinë, në Kosovë, me pjesëmarrës nga vendet e implementuese për të pajisur me kompetencat e nevojshme për të ofruar mbështetjen e ndjeshme ndaj traumës dhe intervenimeve ndaj fëmijëve të prekur nga dhuna. Ky është seminari i parë elektronik nga seria prej 3 seminarëve të tillë dhe synon të ofroj një përvojë mësimi midis kolegëve ose bashkëpunëtorëve. Faleminderit shumë Suzana, ta kthej fjalën. Faleminderit shumë Maria dhe faleminderit që e vendose skenën për të na përkujtuar të gjithë pse kjo punë është shumë e rëndësishme. Është me të vërtet gëzim, një kënaqësi e madhe që të mbaj këtë trajnim me 8 përfaqësues nga 8 vende të ndryshme dhe iniciativë të madhe për Tërdezomin. Tani do të shkojmë tek tema radhës, është pse ka rëndësi pra kujdesi i informuar nga trauma dhe 6 parimet e qasjes. Ralica Mihajlova, që është psikologe klinike, do të na udhëzoj për kuptimin e ideve themelore të kujdesit të informuar nga trauma dhe parimet SAMSA dhe 4 orët e traumës. Tani, Ralica, ke fjalën. Faleminderit shumë Suzana për prezantimin të gjithëve. Jam shumë e nderuar që po dheq këtë pikë të parë të këtij seminari shumë të rëndësishëm dhe siç e tha Suzana, çka është trauma dhe cilat janë parimet themelore që udhëzojnë të kuptuarit ton për kujdesin e informuar nga trauma. Slajdi radhës, ju lutem. Do të doja të filloj me këtë citat nga Gabor Mate, që besoj disa prej jush do ta njihni. Ai thotë që trauma nuk është diçka që të ndodh, është ajo që ndodh brenda teje si pasojë e asaj që të ka ndodhur.
Tani sot ka një lloj tendence për ta menduar traumën si një rast apo një sër ngjarjes që i ndodhin dikujt apo një personi të tjetër në të kaluarën dhe nuk është se mund të bëjmë diçka në këtë drejtim, por trauma ka të bëjë me vetë përjetimin tonë dhe të kuptuarit të asaj se çfarë ka ndodhur, më shumë se sa rasti në fjalë. Tani reagimi ndaj rasteve traumatike është gati gjithmonë afatgjatë dhe negativ, dhe ndikon qëndrimet, sjelljet dhe aspektet tjera të funksionimit të një personi dhe i jep formë asaj se si e shohin njerëzit veten dhe të tjerët në botën përreth tyre. Dhe kjo mund të jetë e vërtetë, por po ashtu është e vërtetë se ka shumë gjëra që mund të bëjmë për sa i përket të mbijetuarve nga trauma. Slajdi i radhës ju lutem. Më së pari do të shohim afërsisht definicionet e traumës dhe kujdesit të informuar nga trauma, prezantuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe shërbimet amerikane të administratës të shëndetësisë SAMHSA, që japin korniza që definojnë traumën dhe udhëzojnë kujdesin e informuar nga trauma në shumë sisteme të ndryshme të botës. Tani siç mund të shihni, OBSH-ja definon traumën dhe thekson ndikimin afatgjatë në kuptimin e natyrës së rasteve dhe shkaqeve që shkaktojnë pra rëndesë të shumë gjithëpërfshirëse, pra 3 si quhet, ngjarja, përjetimi dhe efekti. Pra të dyja e përshkruajnë traumën si një ndërthurje midis rastit, përvojave të individit dhe efekteve të mapërstajme që trauma mund të ketë, pra theksojnë rëndësinë të kuptuarit të traumës përmes një këndvështrimi tërësor ku e vendoset njeriu në qendër. Pra kujdesi i informuar nga trauma ofron një qasje shumë të strukturuar të gjithë mjedisit në gjitha nivelet të shërbimit. Edhe të dy definicionet theksojnë që kujdesi informuar nga trauma nuk është program apo teknikë specifike që mund ta përdorim një herë, por është një qasje që integron vetdijen për traumën në çdo lloj aspekti të praktikës dhe politikave dhe më rëndësi në fakt e thekson shërimin duke angazhuar në mënyrë aktive individët në vetë procesin e shërimit ose kujdesit të tyre. Pra duke i fuqizuar ata. Por para se të flasim mbi atë sepse kujdesi i informuar nga trauma është aq i rëndësishëm, duhet të pauzojmë dhe të shohim më ngushtë do të shohim pse trauma është aq e fuqishme dhe këtë do ta shohim në slajdin e radhës. Siç mund të shihni, fatkeqësisht trauma prek gati secilin komunitet apo popullat dhe shumica e njerëzve në fakt do ta përjetojnë së paku një rast traumatik në jetën e tyre dhe duke qenë që trauma është aq e shpeshtë, është një brengë e shëndetit publik dhe ndikon edhe trajtimin tonë në shëndetësi, në shkollim, në drejtësi, në vendin e punës apo kudo qoftë. Deri më tash, ndoshta mund të mendoni që nëse trauma që nga kaq e përhapur është e lehtë që të kuptohet se kush ka vuajtur nga trauma, por në fakt kjo nuk është e vërtetë për shkak se trauma dhe efektet e saj janë shpesh të fshehura dhe mund të manifestohen me diçka tjetër. Ne i quajmë ndonjëherë mekanizma të përballjes që janë tërheqja, përdorimi i substancave, perfeksionizmi e shumë të tjera, qëndrime e sjellje, por edhe sëmundje, në fakt, që kemi vrejtur çdo ditë, mund të rrjedhin nga përvojat e hershme traumatike. Tani, kur flasim për mekanizmat e përballjes, trupi mban mend atë që truri përpiqet ta harrojë gati çdo herë dhe trauma jeton në trup, po aq sa në mendje dhe mund të ndikojë në rrajën e zemrës, në tensionin e muskujve e kështu me radhë dhe mund të dalin në sipërfaqe si dhimbje kronike ose sëmundje që
pra simptoma të ndryshme që shfaqen tek mjeku apo në kontrollet të ndryshme mjekësore që ku duket që janë të shëndetshëm, por që dhimbja dhe simptomat janë shumë real për ta. Dhe mu për këtë shumë psikolog e din që ka diçka më të thellë që ka o ndodh ose ka ndodhur më parë tek ky person dhe ka një lloj storie prapa këtyre simptomeve që duhet të nxirret me fjalë, ashtu që trupi të mos e zbatoj atë rolin e vet, pra siç e thash, trupi e mban mend atë që mendja përpiqet të harroj, pra kujdesi i përmuar nga trauma ka të bëjë me sigurinë fizike, po edhe me sigurinë emocionale. Për më tepër, çdo storie e traumës ekziston brenda një a, konteksti më të gjerë, kulturore, sociale, ekonomike, pra ka storien e vet, njerëzit mund ta përjetojnë të njëjtin rast, luftën ose një fatkeqësi natyrore apo dhunën në familje, për shembull, por që rrezikshmëria nuk është e njëjta për të gjithë, varet nga karakteristikat individuale, nga sistemet të përkrahëse që ofrohen në atë moment, rrethanat përreth atij personi edhe shumë gjëra tjera, por edhe faktorë sociokulturor. Nëse trauma është aq e shpeshtë dhe kaq komplekse, pyetja pra e vërtetë është se si të sigurojmë që kujdesi ynë, veprimet tona, edhe kur ka qëllime të mira, pra të mos bëjnë më shumë dëm. Mu për këtë çështje, kujdesi i informuar nga trauma, këtu fiton rëndësi edhe më të madhe, duke qenë breng e shëndetit publik dhe çështje e marrëdhënieve, duhet të ketë kujdes dhe vëmendje. Nuk mjafton që të ketë programe, protokollet të posaçme për trajtimin e traumës, duhet të kemi një uh, kujdes afatgjatë dhe kujdesi informuar nga trauma është kulturë që jep formë marrëdhënieve tona, politikave edhe hapësirave ku ne jetojmë, ka të bëjë edhe me të kuptuarit dhe përmes kësaj duke shmangur ritraumatizimin për të cilin do ta trajtojmë pak më vonë dhe në fund, por jo për garancia, është përgjegjësi e secilit që nga individët, nga organizatat, institucionet publike, po edhe bizneset, të gjithë mund të kontribuojnë në klimën e kujdesit të informuar nga trauma. Dhe pastaj, slajdi i radhës, tani do t'ju prezantoj 6 parimet e SAMSA-s të kujdesit për të informuar nga trauma, që mund t'i shihni në slajd. Këto janë krijuar për të garantuar një kuptim të përbashkët mbi atë se çka është kujdesi informuar nga trauma, secili individ, secila organizatë, po edhe institucionet duhet që vazhdimisht të vlerësojnë dhe përmirësojnë në bazë të këtyre 6 parimeve. Siguria, besimi dhe transparenca, për mbështetja nga moshatarët, bashkëpunimi, aspekti ndërsjellë, fuqizimi, zëri i zgjedhja, po edhe çështjet kulturore, historike, gjinore. Pra, këto flasim për atë se si kujdesi i informuar nga trauma, do të thotë frikat ose cilësitë që duhet të ekzistojnë në një mjedis të tillë të kujdesit të informuar nga trauma. Tani, slajdi i radhës kemi definicionet, por edhe shembujt. Njerëzit performojnë më së miri ose ndihen më së miri kur ndihen të sigurt në aspektin emocional e fizik. Pastaj ka edhe lloje të ndryshme të sigurisë së personave, fizike, psikologjike, emocionale, sociale, morale, në secilin nivel duhet të ofrojmë siguri, ashtu që njerëzit që kanë përjetuar traumë të ndjehen të qetë, të mbrojtur dhe të shmangin pra ritraumatizimin. Pastaj duhet të kemi besim e transparencë. Besueshmëria ka të bëjë me ruajtjen e kufive profesionale e personale që ndonjëherë mund të jetë problem për njerëzit që kanë përjetuar trauma. Ata mund të jenë shumë të çlirët në kufizimet e tyre, pra dhe pastaj të ndjehen të eksploatuar, por mund të jenë edhe të shumë distant, shumë të larguar. Pra duhet të kemi një siguri konsistente për të mbijetuarit nga trauma, pra qëllimi është që të ndërtohet besimi i ndërsjellë.
me pranuesit e shërbimeve, profesionistët, kushdo që angazhohet në këtë drejtim. Tani, mbështetja nga të njëjtit ka të bëjë me klimën që organizata krijon dhe për mundësitë për lidhje më të afërta midis dhe ndaj të tjerëve që janë të informuar nga trauma. Kjo mund të bëhet me rrjete mbështetëse, pra një kafe, një mëngjes së bashku për të ndarë përvojat ose përjetimet dhe duke mësuar nga njëri tjetri. Bashkëpunimi dhe qasja ndërsjellë. Këto kanë të bëjnë me krijimin e një ambienti ku veprohet me dikën e jo të bëhet diçka për ose ndaj dikujt. Do thënë ndërveprimet, protokollet e ndërveprimit mundsojnë që opsionet ose të trajtohet në çështjet nga perspektiva e tyre. Fuqizimi zërë zgjedhja, që fuqizimi vjen nga urtia e personit vet, e jo që i jepet fuqia nga dikush nga jashtë. Ndonjëherë kemi paragjykime ose besime për njerëzit që janë të mbijetuar nga trauma, do të thotë janë të brisht ose të pazot ose mund të përballen disa detyra ose nuk mund t'i bëjnë disa gjëra për shkak të gjërave që kanë ndodhur në të kaluarën. Kjo nuk është e vërtetë në fakt. Ata kanë fuqitë dhe aftësitë e veta që mund të mos i njohin, por ky tash është roli ynë që t'i ndihmojmë që të gjejnë fuqitë e veta, pikat e tyre të forta, dhe për të nxitur këto fuqi e aftësi që nuk mund t'i shohin dhe pra t'i fuqizojmë që t'i ndërmarrin vetë veprimet e tyre. Dhe në fund fare, duke marrë parasysh marrja parasysh e çështjeve kulturore, historike, gjinore, pra i mundsojnë individëve dhe organizatave që të reagojnë me respekt dhe me efekt ndaj njerëzve të gjitha sfondeve në atë mënyrë që pranon dhe të gjitha rrethanat e botës së tyre, ka të bëjë me vetë reflektimin, rritjen dhe të mësuarit afatgjatë. Dhe në slajdin e fundit, këto janë ato 4 rët, shkronjat R të kujdesit e informuar nga trauma, që përshkruajnë elementet e kësaj qasje, se si duket në veprim, pra në praktik, këtu përcaktohet procesi i të bërit dhe të qenit informuar nga trauma, pra realize, pra të kuptojmë pra ndikimin e gjerë dhe karakteristikave të traumës, pra këtu i gjejmë shenjat dhe simptomat e traumës tek secili me të cilin pra ne punojmë apo ofrojmë kujdes, pra duhet të reagojmë me politikat dhe praktikat e vendit të punës në mënyrën se si jetojmë dhe kontribuojmë në komunitetet tona, dhe ku i kemi gjitha këto mund të shmangim ritraumatizimin. Pra, dhe kjo është pika fundit e prezantimit, vetëm dua të shtoj se siç e thash, kujdesi informuar nga trauma nuk ka të bëjë me protokolle apo teknika të posaçme të veçanta, ka të bëjë me mënyrën se si veprojmë ose jemi ose si jetojmë dhe ndërlidhemi ose kemi marrëdhënie me çdo që na afrohet në jetën tonë. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Faleminderit shumë Rallica, ishte një shpjegim të i bukur dhe faleminderit për prezantimin përmbajtësor, duke na vënë atë pse ky kujdes, pra është çështje apo breng e shëndetit publik dhe pastaj e marrëdhënieve. Në temën vijuese do të flasim për ato se si duket siguria emocionale, psikologjike, fizike dhe pastaj bashkërregullimi. Dhe për këtë sens janë do të kemi Francesca Nikora nga Terdezom Romania, ajo do të flasë për atë se çka do të thotë siguria. Jo vetëm mungesa e lëndimit, por edhe prezenca e besimit dhe se si rregullimi i qetë emocional mund të krijojë hapësira të sigurta për të tjerë. Francesca, ke fjalën. Faleminderit shumë Suzana dhe mirë se keni ardhur të gjithë në këtë sesion, siç u tha nga Suzana, do të ulëmtojmë për atë se çfarë do thotë siguria përmes 3 këndvështrimeve të ndryshme dhe shkojmë në slajdin në radhës. Atëherë kështu,
të fillojmë me emocionet. Emocionet janë messenger ose kurrier, na thonë diçka për veten. Dhe asnjëherë nuk mund t'i kategorizojmë si probleme që duhen zgjidhur. Pra emocionet, siç u tha edhe më parë nga Ralica, janë të integruar brenda nesh, pra i ndjejmë në trup para se truri t'i kuptoj. Pra për ta kuptuar traumën duhet t'i kuptojmë emocionet tona, sepse trauma vërtet flet përmes ndjenjave. Tani, ku ndjemi të sigurt që të flasim ose rehat për të folur për emocionet tona, lejojmë veten që të ndjejmë e jo vetëm të funksionojmë. Tani, në slajdin e radhës, unë do t'ju ftoja të shihni këtu atë rrotën e ndjenjave. Është pak më afërt, sepse dua të shihni emocionet të ndryshme. Është një vegël goxha interesante që mund ta përdorni në praktikën tuaj, sepse siç e shihni, jep hollësi për gjitha ndjenjat e ndryshme dhe jo vetëm ato ndjenja të që i themi ndjem keq, i befasuar ose i lumtur ose i trishtuar, diçka e tillë. Apo i mërzitur apo i fiksuar. Pra, ka nuancim më të thellë të ndjenjave. Pra, kjo rrotë e ndjenjave është vegël e informuar nga trauma që i mëson njerëzve e sidomos fëmijëve për atë edukimin e emocional. Kjo do të thotë që mësojnë se si t'i shpjegojnë hollësisht emocionet dhe ky udhëzohet nga ato 6 parimet e Samsas, siç u dëgjua më parë, pra ka të bëjë me sigurinë, besimin, fuqizimin, ndjeshmërinë kulturore, bashkëpunimin dhe mbështetjen nga të njëjtit, por duke ofruar një mënyrë më të strukturuar për të eksploruar ndjenjat. Në praktikë, kjo rrotë e emocioneve i bën ndjenjat të dukshme, të emërtueshme, sidomos tek fëmijët, ata mund të ndihmojnë të shprehen në mënyrë të sigurt ato që ndjejnë. Pra, mund të përdoret në praktikat tona, për shembull, për ato kontrollet emocionale. Para se të filloni një aktivitet, për shembull, mund ta pyesni klientin ose fëmijët që i mbështesni, si ndjeni sot? E kështu i ftoni që të thellohen tek emocionet e tyre. Po ashtu, pasi të identifikoni emocionet, mund t'i ftoni pastaj që të shohin se çfarë i ndihmon që t'i rregullojnë këto emocione. Për shembull, nëse fëmia ose i rrituri thotë që ndjen stres, po ndjen stres. Mirë, çka do të ndihmonte ty që me ndje më pak stres? Pra këta janë disa prej shembujve se si mund ta përdorni këtë rrotën e emocioneve dhe ju mund ta trajtoni me tutje. Ka sidomos në website mund të gjeni mënyra të ndryshme për ta përdorur atë. Dhe pastaj nafa të gjatë këto vegla ndihmojnë edhe vetë rregullimin dhe japin një ndjenjë më të mirë të sigurisë së brendshme të kuptuarit të brendshëm. Mund të shkojmë tek slajdi i radhës. Për të dëgjuar për traumën, fëmijët dhe të rriturit duhet të ndjehen të sigurt, ndërsa siguria emocionale nënkupton shumë më shumë se sa vetëm mungesa e lëndimit ose dëmtimit. Ka të bëjë me praninë e besimit, empatisë, pranimit, sidomos nga të tjerët, pra ata që ndihmojnë që në këtë siguri. Fëmijët duhet të ndjehen të lirë të shprehin emocionet pa frikën e gjykimit apo dënimit. Kjo i ndihmon fëmijëve të rregullojnë emocionet e tyre, të ndërtojnë marrëdhënie më të fuqishme dhe jep hapësirë për shërim. Si një pyetje e praktikës gjatë punës suaj për të kuptuar nëse jeni i rritur i tillë, mund t'i bëni pyetje të vijuese. A ndjehen të sigurt emocionalisht për rreth meje? Si të reagoj kur ata janë të çrregulluar dhe në fund si të jap unë shembullin e qetësisë, empatisë dhe kufive. Këto janë disa pyetje shumë të mira praktike për të parë nëse ju vetë e krijoni këtë ambient të sigurisë. Një i rritur i sigurt i bën të tjerët të ndjehen të sigurt pa thënë me shprehje.
Si që dini tashma, emocionet janë më spari ndjenë në trup dhe kur dikush nuk ndjetë i sigurt, ballafaqohet me një situatë që mund të perceptohet si e rrezikshme, sigurisht që do të kenë simptoma fizik, do të ketë rraje më të shpejtë të zemrës, vështirësi në frymëmarrje, pastaj tendosi të muskujve, edhe të parit, pamja mund të mjegullohet dhe pastaj mendimi racional ndalet dhe kanë emocione të mëdha, frikë, ankth ose panik. Dhe kjo quhet rrëmbimi i amigdalës, do thotë ato kompromentohen nga ndjenjat e tilla dhe ka shumë gjasa që njerëzit që ndjejnë kështu në këto situata do të kenë reagime traumatike, pra mund të luftojnë, të ikin, të ngrihen, pra këto aktivizohen edhe pa i menduar fare, janë jo racionale, pra thjesht aktivizohen. Sigurisht, logjika dhe racionaliteti në këtë situatë me njëherë fiken. Tani, duke ecë tutje në slajdin e radhës, për të shmangur këto reagime traumatike në situata të vështira, duhet të mësojmë se si të rregullojmë emocionet tona. Por çfarë do të thotë rregullimi emocional? Rregullimi emocional është ku arrim ta kuptojmë, ta shohim, të menaxhojmë emocionet tona në një mënyrë që ndihmon të përgjigjemi e jo të reagojmë në mënyrë jo racionale, siç e pam pak më parë. Pra, si të lëvizim nga jo mbi ngarkesa tek ajo qëndrimi mund ta menaxhoj, mund ta tejkaloj këtë gjë. Emocioni është një ndjenjë që më thot diçka më shumë e të cilën duhet ta adresoj. Slajdi i radhës. Kemi biseduar tashma për rregullimin emocional dhe kur flasim për bashk rregullimin janë edhe me njerëz e tjerë që me të cilët të ndërveprojmë. Pra, a mund të më bëjnë ata të ndjejmë sigurt? Fëmijët në përgjithësi, por edhe të rriturit ka nevojë për një lidhje ku janë të çrregulluar. Pra, bashk rregullimi ndodh në marrëdhënie të sigurta që pra të tjerët duhet ta japin ndjesinë e qetësisë. Pra, ne si profesionistë që merremi me të rriturit dhe fëmijët që mund të kenë pasur trauma, duhet t'i ofrojmë ndjesinë e qetësisë për t'i mbështetur në tutje. Dhe kjo ndjesi e qetësisë mund të jetë ngjitse, pasi që marrëdhënia e sigurt fillon me prezencën tonë, me tonin e qetë kur flasim me njerëz, kontaktin me sy. Kemi frymëmarrje të rregullt, pozicionim të trupit të sigurt, pra mund t'i ndihmojmë që atyre që të bashkë rregullohemi. Kjo prani e tokëzuar, siç quhet, ka ndikim shumë të thellë në relaksimin e tyre, sesa fjalët në fakt, por që duhet jemi të kujdesshëm. Pra, është me rëndësi ta mbajmë mend, sepse si ofrues kujdesi duhet ta rregullojmë veten para se të ndihmojmë dikë tjetër. Slajdi i radhës. Tani të shohim pak dinamikat të ndryshme të bashk rregullimit midis të rriturit dhe një fëmije dhe ato që është me rëndësi. Pra, pse duhet të jetë i rrituri i rregulluar. Tani, kur kemi një të rritur të rregulluar dhe fëmijë të rregulluar, do të kemi gjasat janë që të kemi vazhdimsi të rregullsisë ose rregullimit të fëmijës. Kur i rrituri është i rregulluar për fëmija jo, atëherë ka gjasë që të arrihet rregullimi edhe tek fëmija. Kur i rrituri është i çrregulluar, edhe fëmija është i çrregulluar, prapë do të kemi fëmijë të çrregulluar në kuptimin emocional, ndërsa kur i rrituri nuk është i rregulluar, fëmija është i rregulluar, por që do të përfundoj i çrregulluar. Tani, pra, këtu mund ta shohim këtë rëndësinë që të rriturit të jenë më së pari të rregulluar, ashtu që fëmia pastaj të arrijë të rregullojë emocionet e veta. Tani në slajdin e radhës, sigurisht mund të shohim që
nuk është lehtë që ti rregullojmë emocionet tona, sidomos kur ndërveprojmë me të tjerë, por që mund të përdorim disa mjete, disa vegla që na ndihmojnë të rregullojmë emocionet tona, para se të ndihmojmë të tjerë. Dhe veglat, mjetet e njëjta mund t'i përdorim edhe për të mbështetur të tjerë që me të cilët punojmë. Pra, emërtojmë emocionin me atë rrotën e ndjenjave ose emocioneve, mund ta përdorim si vegël, mund të bëheni shumë kreativ në kuptimin e përdorimit edhe në praktika arti. Pasi të identifikoni emocionin, mund ta pyesni fëmijën ose të rriturit që të vizatoj në një copë letra e të tjera. Mund të bëni pauza të shkurtra kur ndjeni të çrregulluar ose ta ftoni tjetrin që është i çrregulluar që ta bëjë një pushim të vogël, mund të bëni ushtrime frymëmarrjeje, mund të bëni një shëtitje të vogël, të lëvizni, mund të flisni me dikë të cilët i besoni, apo një specialisti. Pastaj mund të bëni meditim dhe të ushtroni të tilla qetësime. Pra ka një sër veprime që mund të merrni për rregullim. Një që pëlqej shumë dhe ka mësuar së vuni është ushtrimi i tokëzimit, si quhet, pra mund ta përdorni vetë ose kur dëshironi ta ndihmoni dikë që ta siguroj atë prezencën e vet për t'u kthyer pra në rregullsi, jo për të qëndruar tek emocioni. Pra mund t'i kërkoni që ti emërtoj 5 gjëra që mund t'i shohin, 4 që mund t'i prekin, 3 që mund t'i dëgjojnë, 2 që mund t'i nuhasin, edhe 1 që mund t'a prekin. Pra, duke bërë një bisedë për ndjenjat të tyre. Pra, mund të marrin pak kohë për të parë hapësirën, të gjejnë objekte, ngjyra, forma, mund të ndjejnë ndonjë teksturë, të dëgjojnë tinguj ose të fokusohen të ato shqisat e këndshme ose të shijojnë diçka. Pra, kjo që ju ndihmoj të qetësojnë sistemin nervor dhe ta zhvendosin vëmendjen nga ato ndjenjat e rënda ose pasiguria fizike. Pra që ta kuptojmë, rregullimi është me të vërtetë ndjesia më bazë, më themelore. Pra duhet të rregullohemi, të ndjehemi të sigurt para se të fillojmë të mësojmë apo të shohim diçka tjetër. Tani tek slajdi i radhës, si përfundim i këtij sesioni të pjesës sime, pra slajdi i radhës, mbani mend që krijimi i sigurisë emocionale dhe fizike përbën bazën e kujdesit të informuar nga trauma. Këto shtresa ndihmojnë në krijimin e një ambienti të sigurt dhe që njerëzit me cilët punojmë të fillojnë të shërohen e të zhvillohen, por edhe ta dëgjojmë edhe vetveten. Pra dua t'ju lë me këtë pyetje reflektimi, dhe siç e tham që rregullimi emocional fillon nga nevet, 5 minuta ju kërkoj për ta menduar çka të ndihmon të ndjesh emocionalisht të sigurt kur je ngarkuar, e cënueshëm e kështu me radhë. Do të thotë çka të ndihmon për të arritur sigurinë emocionale. Faleminderit shumë Francesca, një prezantim të shkëlqyeshëm, një përkujtim i bukur që qetësia është ngjitse në fakt dhe siguria fillon me prezencën tonë, me tonin tonë, me gjuhën tonë trupore, me vëmendjen tonë. Tani në të njëjtën vijë, pra stresi është ngjitës, ashtu edhe qetësimi. Para se ta ndihmojmë këdo apo të bëjmë bisedë me këdo që kalon një situatë të vështirë, duhet të fillojmë më së pari me ne, duhet të shohim veten sa të qetë jemi ne, sa të pranishëm në atë moment jemi. Pra një prezantim i shkëlqyeshëm për temën tonë të radhës dhe para se të shkojmë aty. Çfarëdo lloj pyetje që kanë të bëjnë me përmbajtjen ose prezantimin, ju lutem të shënoni aty në pyetje përgjigje Q&A dhe do t'i përgjigjemi pas prezantimeve. Për temën e radhës kemi shmangjen e ritraumatizimit dhe mikroveprimet që mund të ndërmarrin për ndërtimin e besimit dhe sigurisë. Dhe kjo do të prezantohet nga Anastasia Doroshenko, që është këshilltare rajonale e mbrojtjes së fëmijëve të Terezomit për Evropë. Ajo do të flasë për kujdesin e informuar nga trauma, që nuk ka të bëjë vetëm atë që bëjmë, por edhe atë që shmangim.
se si veprimet e vogla ditore mund të ndërtojnë ose rënojnë besimin. Faleminderit që jemi ne Anastasia dhe ke fjalën. Faleminderit shumë Suzana dhe mirëditë të gjithëve dhe një herë faleminderit që u bashkuat në këtë seminar. Pra, në këtë segment të fundit më teknik të seminarit do të flasim për ritraumatizimin. Ritraumatizimi që mund të ndodhë në sisteme, në politika, në ndërveprimet tona që e përforcojnë lëndimin ose dëmtimin. Njerëzit ritraumatizohen jo për shkak të një rasti specifik, por përmes përvojave të përsëritura me organizata ose njerëz që pastaj i bëjnë njehon lëndimit të mëhershëm. Kjo pastaj reflekton edhe në zërin tonë, në gjuhën tonë, në kontrollin tonë dhe parashikueshmërinë tonë, mungesën e ndjesisë lëndimit, pra një mjedis që ka ndjesinë e pasigurt. Pra rrjedhimisht duhet të reflektojmë të gjithë mbi atë se cilat janë disa gjëra në sisteme, organizata tona, në sjelljet tona që munden pa qëllimisht ta përsëris atë lëndim ose dëmtim që personi mund ta ketë përjetuar. Ritraumatizimi ndodh kur një përjetim aktual nxit një lloj ripërjetimi intenziv mbi ngarkues të një traume të kaluara. Pra personi e rijeton atë reagim ndaj stresit sikur të ndodhte edhe një herë ajo situatë. Ndodh pra kur veprimet tona i bëjnë njehon të një lëndimi më parë ose pa fuqie të mëparshme. Mund të jetë e paqëllimshme, por që prap shkakton dhimbje emocionale. Prap është me rëndësi të theksojmë që këto nuk janë në raste ekstreme, këto janë ndërveprime subtile, politika që mund t'i kemi në zbatim, faktor mjedisor që thjesht e pasqyrojnë një sjellje të tillë ose një veprim të tillë. Në slide mund të shohim disa shembuj mbi ato se si mund të duket në praktikën tonë të përditshme. Kemi për shembull mos balans midis dinamikave të pushtetit, pra kur të rriturit aplikojnë disiplinë rigjide kur angazhohen me fëmijë, nuk i dëgjojnë zërat e fëmijëve apo i injorojnë ato. Pastaj kemi edhe tranzicionet ose kalimet e paparashikueshme, për shembull kur fëmijëve u thuhet që të fillojnë ose të ndalen në një aktivitet me njëherë aty për aty, ose kur i tërheqim nga aktivitetet pa ndonjë paralajmërim. Ose një shembull tjetër, kur devijojmë nga një aktivitet i planifikuar që fillimisht e kemi bërë pa ndonjë shpjegim paraprak. Edhe toni i zërit ton, do të thotë toni i rënd ose i vrazhd mund të ketë ndikim të tillë. Pastaj kontaktet me forcë, kontaktet fizike ose afërsia fizike e afërt me fëmijën mund të shkaktojë gjë të tilla. Pastaj injorimi i nevojave shqetësore, pra kur janë tepër të ndjeshëm ose janë hiposensitiv, do thotë kanë më pak ndjesi ndaj shqisave. Disa fëmijë mund të kenë nevojë për hapësira që janë më të heshtura, më pak zhurmë të tjerët, kanë nevojë për ndriçim më të fortë, ndërsa të tjerët kanë nevojë për më pak ndriçim. Po ashtu ndodh që profesionistët ndërmarrin veprime ose aksione ndëshkuese duke larguar një fëmijë nga hapësira nëse sjellja e tij ose saj konsiderohet problematike ose sfiduese, në vend se të gjejë ndonjë mënyrë tjetër për ta mbështetur rregullimin e atij fëmijë. Këto veprime mund t'i bëjnë njehon një përjetimi të mëhershëm të traumës edhe pa kuptuar. Tani, pse është me rëndësi? Ato shenjat e kërcënimit janë disa prej sinjaleve që nxisin pastaj reagimin defanziv. Në anën tjetër, shenjat e sigurisë
aktivizojnë angazhimin social dhe krijojnë ndjesinë e qetësisë ose besimit. Sistemi nervor vazhdimisht analizon këto shenja mjedisore për të përcaktuar nëse duhet të angazhohemi në ndërveprime sociale ose të aktivizojmë atë mekanizmin defanziv ose mbrojtës. Toni i zërit mund të jetë i vrasht, agresiv, monoton, ose mund të jetë i ngrohtë, mund të jetë miqësor. Rëndësia e ofrimit të zgjedhjeve për fëmijë nuk mund të nënvlerësohet kur fëmijët shihen por nuk dëgjohen ose ju japim disa zgjidhje dhe i mbështesim për duke i ofruar zgjedhje të informuara. Mund të ngutemi, mund të jemi përjashtues ose mund të jemi të pranishëm dhe të vëmendshëm ndaj nevojave e interesave të tyre. Mund të jemi jo konsistent të paparashikueshëm në atë që themi, se si reagojmë në atë që bëjmë, ose mund të jemi konsistent dhe të besueshëm, të qëndrueshëm. Edhe pasaj rëndësia e qëndrimit trupor nuk bën të nënvlerësohet. Një pozicionim defanziv, gjykues, pastaj varja mbi fëmijën ose në anën tjetër, një pozicionim i hapur, gjeste të relaksuar, një lloj pozicionimi më i butë trupor, që është shumë rëndësi. Pastaj, tani të flasim për disa prej alternativave që mund të kemi. Si mund të zhvendosemi nga gjykimi në kurreshtje, në mënyrën se si flasim, se i përgjigjemi, si veprojmë. Ajo që është çelësi këtu, është që të fokusohemi tek rregullimi dhe lidhja, jo kontrolli e disiplina. Ka disa kapërcime, kalime të vogla që mund bëjnë dallimin shumë të madh, diferencën shumë të madhe që ta bëjmë dikë të ndjetë i sigurt dhe i mbështetur. Për shembull, në vend se të themi pse po bën kështu, bëjmë një pauzë të vogël edhe ta mendojmë. A thua çfarë mbështetje pas ka nevojë ky fëmijë? Në vend se të themi qetësohu tash, mund të provojmë. Merë 1-2 minuta, jam këtu me ty që të ndihmoj. Në vend se të thuash, po bësh shumë i vështirë, mund të themi kështu, që pas ke ndjenja të mëdha aktualisht, në vend se ta dënojmë për shpërthime emocionale fëmijën, ta mbështesim që të rregullohet e pastaj të flasim për sjelljen. Pra është me rëndësi që të largohemi nga ato politikat zero tolerancë ose ndëshkuese dhe të ndërtojmë qasje të marrëdhënieve të sigurta. Në vend se ta kërcënojmë fëmijën për të siguruar bindjen e tyre, të bëjmë pra të punojmë së bashku për zgjidhje bashkëpunuese. Pra, siç e thash më parë, këto janë veprime të vogla në praktikën tonë të përditshme, por që kanë ndikje të madhe. Janë disa veprime të vogla që mund ndërtojnë ose rrënojnë besimin. Dhe mu për këta, duhet të bëjmë çdo ditë për të instaluar sigurinë. Pra praktika të thjeshta. I frasim fëmijët me emër, ofrojmë vendime ose zgjedhje të vogla. Për shembull, apo don një laps të kaltër ose një ngjyrë tjetër. I mbajmë premtimet që ju japim fëmijëve, për shembull. Nuk të pas kam përgjigj në pyetje, kam premtu, po të premtoj që herë në radhës do t'ja përgjigjen dhe herë në radhës kur të shihemi do t'i kthehemi këtij diskutimi. Pastaj duhet t'i japim vlerë, ta çmojmë ndjesinë e fëmijës. Po më dukesh që je mërzit për këtë punë. Edhe po të kuptova, me të vërtetë tingëllon zhgënjyese. Por pyet para se të bësh supozimet e tua. Dukesh i shqetësuar, çka po të brengos ose çka të ka rëndu. Dhe duhet dëgjosh me prani, dëgjon me sy, dëgjon me vesh, dëgjon me gjithë hapjen e gjoksit në kuptimin që të jemi në nivelin e njëjtë me fëmijën. Kur shihet në me këtë vendështrim, çdo lloj ndërveprimi është një mundësi për të zvogluar dëmin dhe për të rritur lidhjen midis njerëzve. Tani,
Sa po pam atë se çfarë secili individ mund të bëjë në praktikën e vet të përditshme. Një veprim nga një profesionist mund të bëjë diferencën. Njëkohësisht, secili profesionist punon në organizatën e vet dhe sigurisht që kjo do të ketë ndikim në ndërveprimet e tij apo saj me të tjerë. Siç u përmend nga Ralica, qasja e informuar nga trauma është kapërcim kulturor, nuk është listë e veprimeve që duhet ndërmerren. Ajo që synojmë është kjo është vendosje kulturore në të gjitha anët, në të gjitha elementet e sistemit, pra për të përpjekur për të pasur një organizat që është informuar nga trauma. Pra si duket ky lloj kapërcimi ose zhvendosje? Fillojmë me shqyrtimin e politikave dhe praktikave. Format, rregullat, procedurat tona, a janë ato të ndjeshme ndaj traumës? A kanë hapësirë për fleksibilitet, reflektim? Pastaj edhe hapësirat fizike, sa janë sigurta, ndriçimi, zhurma. Pastaj ka hapësira të ndara ose të përbashkëta për fëmijë e të rritur që mbështesin ata fëmijë. Trajnimi dhe mbikëqyrja duhet të jenë të vazhdueshme, jo vetëm një rast i vetëm. Stafi ka nevojë për përkrahje, hapësirë për të reflektuar dhe qasje në mekanizma e mbikëqyrje profesionale. Pastaj leadershipi gjithëpërfshirës që ka shumë rëndësi, liderët që janë model i censhmërisë, sigurisë e kurreshtis. Pastaj janë edhe këto mekanizmat e feedbackut ose përgjigjeve kthyese duhet të respektohen, duhet të jenë të vazhdueshme. Dhe në fund fare, fuqizimi duhet të ketë prioritet ndaj bindjes së verbër, pra duhet të ketë angazhim kuptim plot në formësim të shërbimeve e procedurave dhe gjithmonë duhet të jetë me zgjedhje, me transparencë. Ju e keni thënë, ne e kemi bërë. Kur flasim për konceptin e organizatave të informuar nga trauma, ka shumë aspekte të rëndësishme, interesante që të trajtojmë. Dhe kjo do të jetë tema e 2 seminarëve të radhës dhe me kaq do t'ju ftoja që ti bashkoheni atyre seminarëve edhe në edicionet e radhës dhe me kaq do të bëj ju them faleminderit shumë për vëmendjen që më dëgjuat prezantimin dhe shpresojmë të shihemi së shpejti. Suzana, ta kthej fjalën tashmë. Faleminderit shumë Anastasia, një prezantim i mrekullueshëm. Dhe vërtet i fuqishëm, na tregove se edhe një ndryshim i vogël në gjuhën tonë, pastaj edhe ai citati, në vend se ti thuash dikujt çka ke ti kështu, ti thuhet ta shohim se çfarë mund të bëjmë bashkë me ty. Faleminderit edhe një herë për prezantimin. Tani, duke ecur përpara, i dëgjuam 3 prezantimet nga prezantueset tona që folën për tema të ndryshme, tani po hapim fjalën për pyetje dhe përgjigje. Kam goxha disa pyetje në chat aty, të cilat do të përpiqem të jap përgjigje, pa sa mundem e di. Pra nëse më jepni pak minuta që ti trajtoj dhe nëse ka pyetje tjera, vazhdoni ti vendosni aty në poll dhe do të përpiqemi të përgjigjemi. Pyetjet që kam marrë, do t'i përgjigjem me radhë, supozoj. Pyetja e parë ka të bëjë me traumen dhe me fëmijët në situatë rruge, sa çfarë veprimesh dhe sa zgjat kujdesin me fëmijët në situatë rruge. Ka shumë burime të traumës dhe trauma të shumta, pra trauma komplekse, dhe kjo do të diskutohet paksa në seminarin e dytë kur flasim për vetdijen tonë dhe si ti ndihmojmë fëmijët. Pra mënyrën se si ndikojnë te fëmijët është ankthi, pastaj ndikon në koncentrimin e tyre, mësimin e tyre, në aspektin e sjelljes, mund të jenë agresiv, të tërhequr, mund të kenë çështje shëndetësore, edhe tek marrëdhëniet kanë vështirësi në të besuarit e të tjerëve, ka nevojë për
situata të sigurisë emocionale, fizike dhe gjithsesi shërbimet e koordinuara të mbrojtjes së fëmijëve. Rrimë këmbja nuk ka ndonjë shtrije fikse. Do thotë mund të stabilizohen me në disa javë muaj, por ajo emocionale mund të marrë edhe me vite, sepse shërimi nga trauma mund të marrë shumë më shumë kohë, por që përmirësohet me mbështetjen konsistente, të vazhdueshme, edhe konsistenca në siguri është cilësi i saj. Për të dalë tek pyetja e dytë që ka të bëjë fëmijët që kanë përjetuar traumë, çfarë patologjish mund të krijojnë? Mund të krijohet PTSD, ka të bëjë me ankthin, depresionin, çrregullimin e ndërlidhjeve, marrëdhënieve, disocim, abuzim të substancave dhe disa simptoma të tjera. Kanë probleme që nga kokëdhëmbja e në probleme me gjumin. Një gjë është që duhet të mbahet mend shumë e rëndësi, jo të gjitha përvojat negative kthehen në trauma të plota. Ka faktor të zbutës në këto përvoja që mund ta zbusin përjetimin e traumës dhe mund ta ndrojnë trajektorin dhe rezultatin. Pra shumë e rëndësi që ti vrejmë këto pa mbështetje e me mbështetje. Më së pari me mbështetje. Këto përjetime mund të bëhen më të mira dhe të mos kthehen në trauma. Pa mbështetje, ato mund të intensifikohen me kohë. Pra, është një çështje e shumë thjeshtë e mbështetjes, në kuptimin e mbështetjes marrëdhënieve, të rriturve të sigurt, ashtu që fëmijët të arrijnë ta kuptojnë ndjenjen e tyre dhe të ndjehen të sigurt. Pyetja e tretë, cili është dallimi midis emocioneve dhe ndjenjave. Dallimi është që emocionet jetojnë në trupin tonë, ndjenjat janë në tru. Kur ndjejmë diçka, është në trup, pra është mënyrë se si reagon trupi. Kur përjetojmë emocione, kur ndjejmë diçka, është se si e interpretojmë atë emocion. Një shembull mund të jetë nëse dëgjon një tingull një zhurmë të madhe, të ndosen muskujt dhe ky është emocion, por është në trup. Reagimi është vetë emocioni që është frika. Pak sekonda më vonë mund të mendoni që shka u friksova ose nuk ndjehemi sigurt. Kjo është ndjenja, pra që truri po jep kuptim atij emocioni. Një shembull pozitiv është që dikush të jep një kompliment, fytyra të zbutet, gjoksi të ngrohet. Kjo është reagimi trupor ndaj emocionit që është gëzimi. Dhe pastaj fillon të mendosh, unë ndjeva shumë i çmuar, shumë i vlerësuar. Pra, emocionet janë në trup, ndjenjat që janë ato mënyra se si përpiqemi ti interpretojmë në aspektin kognitiv në trurin tonë. Një pyetje tjetër, para se të vazhdojmë tutje, ka tepër shumë pyetje. Kemi një 11 këtu, mund të shkojmë pak më ngadalë. Pyetja e radhës kishte të bënte me një 5 vjeçar që ka përjetuar traumë, por që nuk arrin të shprehet. Pra, si mund të fokusohemi tek tërhiqja e tyre. Nëse flasim për një fëmijë në atë moshë, prioriteti është siguria, stabiliteti, rregullimi emocional. Jo që t'i kërkojmë që ta rikujtojnë ose ta analizojmë e të reflektojmë atë traumë. Nuk inkurajojmë fëmijët të reflektojnë mbi atë se çfarë ka ndodhur, sepse kjo i mbi ngarkon ose i ritraumatizon. Ne fokusohemi të ndihmojmë të ndjehen të sigurt në të tashmen, pra duke u ndjerë të sigurt me konsistencë, duke mos qenë gjykues, duke i dhënë kohë e hapësirë, duke i mbështetur emocionet e tyre, duke ndërtuar besimin, praktikat, rutinat, duke i dhënë edhe mënyrën e formulimit, edukimin emocional, jo për rastin traumatik në fjalë. Kur janë më të rritur dhe nëse duan të flasin për këtë dhe mund t'i japim më shumë kuptim për jetimet e tyre, pastaj mund të thellohemi tek këto. Shërimi fillon me siguri, jo me rikthim të rasteve ose ngjarjeve traumatike. Një pyetje tjetër është si mund të përdoret ky kujdes i informuar nga trauma, sidomos për fëmijët e prindërve që janë viktima të teknologjisë, pra që të ndjen më
në vend se të fajsohet fëmia. Kjo është një pyetje tetë e rëndësishme, sepse kujdesi informuar nga trauma i ndihmon prindrit që të zhvendosen nga pasiguria, pra nuk ka nevojë të fajsohet fëmia dhe nuk ka se si të fajsohen për ato që ju ndodh. Do të thotë turprimi, fajsimi ose vënia e fëmijëve në situata që duhet të mendojnë se çfarë kanë faj ata. Pra duhet të ndihmojnë fëmijët që t'i kuptojnë sjelljet e fëmijëve të tyre dhe se si formsohen këto nga manipulimi dhe trauma, jo nga zgjedhja e tyre, pra nuk mund ta zgjedhin se çfarë ju ndodh. Elemente shumë të rëndësishme janë edukimi psikologjik i prindërve, që ta kuptojnë traumën, mënyra se si manifestohet kjo, pastaj reagimi me bashkëndjesi, planifikim i sigurisë, rregullim. Folëm për rregullimin dhe duhet të jemi të rregulluar për të ndihmuar tjerëve të rregullohen. Dhe pastaj gjuhë për mbështetje, jo pse e bëre, je i sigurt jam me ty, nuk e faj kështu më radh. Kjo çështje e rindërtën besimin për redukton turprimin dhe ofron atë mjedisin që fëmia duhet ta dëgjojë. Një pyetje tjetër është nëse klientët nuk mund të shmangin burimin e traumës, pra jetojnë me prindin e dhunshëm dhe nuk ka strehimore, si mund t'i ndihmojnë që të ndjehen më të sigurt. Kjo është pak sa e vështirë sepse duhet të kemi sisteme, por që ndodh ka raste ku kjo është e pamundur. Ajo që bëjmë në këto raste është se kur siguria nuk mund të ndryshohet, krijojmë gjepa, hapësira të vogla të sigurisë së brendshme, edhe në mjediset e pasigurta, një mbështetje kyçe mund të jetë parashikueshmëria dhe rutinat, strukturat e vogla të përditshme që japin ndjesinë e kontrollit dhe shkallësitë e rregullimit emocional, frymëmarrje, toksimi dhe praktikat e tjera që qetësojnë sistemin nervor dhe marrëdhënia të sigurta. Një i rritur mbështetës, qoftë mësimdhënës i afërm, apo punëtor social, apo mentor, mund ta zbusë ndikimin e traumës që përjetohet nga fëmia. Kufit kuptim plot, domethënës, pra kur i ofrojmë këtë siguri për fëmijë, është shumë e rëndësishme që të kemi edhe kufi, pra duhet t'i mësojmë fëmijës që nuk është faji i tij apo saj, dhe sigurisht që duhet të ndjejnë e të shprehen edhe planifikimi i sigurisë, pra që të identifikojnë hapësira të sigurta, njerëz të sigurt, se ku të fshehen gjatë episodeve të dhunshme dhe duhet fokusohemi tek pikat e forta duke ndihmuar fëmijën të kuptoj strategjitë e tyre të përballimit duke i theksuar ato, duke i ofruar fjalë edhe formulime verbale e jo verbale për të theksuar ato pikat forta dhe kur mjedisi nuk ndryshon, siguria emocionale, mbështetja një të rrituri mund ta reduktojnë dëmtimin në masë të konsiderueshme dhe të përmirësojnë mirëqenien e atij fëmije. Pak sekunda para se të shkojmë tek pyetja e radhës. A ka dikush tjetër, sepse kam edhe një dy pyetje, por që ka pyetje edhe në chat që nuk i kam marrë. Dhe nëse dikush nga panelistët mund t'i përgjigjet, ju lutem të më tregoni, por edhe në chat mund t'i përgjigjemi me radhë kushdo që dëshiron të përgjigjet. Pyetja e radhës është flasim për komunikimin e kufizuar, si mund të kuptojmë nevojat dhe përvojat nëse fëmia nuk mund të komunikojë verbalisht dhe nuk ka bashkëpunim nga prindrit. Është shumë e ngjashme me pyetjen paraprake, pra kur fëmijët nuk mund ta verbalizojnë traumën e tyre, duhet të fillojmë të fokusohemi tek gjuha trupore, emocionet, shenjat që na japin, jo tek aftësia për të shpjeguar, indikatorë siç janë ndryshimet në gjumë, në modelet të veprimit, disponimi, frika, tërheqja, afërsia tepërt, do thotë të japin shenja të tilla. Si profesionist, mund të bëjmë veprimet tona më të mira për ta kuptuar përmes vrojtimit, përmes sistemeve të sigurta ndërveprimit, e lojë të informuar nga trauma dhe vërejtjes së paternave të tilla, veprojnë njëjtë në shkollë apo me prindër apo me moshatar, pra
Prania prindit ndihmon, por që nuk është e domosdoshme për të identifikuar stresin e fëmijëve. Fëmijët flasin përmes sjelljeve të tyre e kjo është drejtarja më e qartë që kemi brenda traumave të tyre. Tani, po mundohemi ta përcjellim edhe kohën, kemi edhe një 15 minuta tjerë për përgjigje të mundshme. Ka një pyetje në njësia e mbrojtjes familjar në Sudan dhe sfidat që përjetojnë atje në ofrimin e kujdesit të informuar nga trauma, sepse fëmijët ndonjëherë mund të identifikojnë edhe kryesin e veprës. Kjo mund të jetë shumë nxitse, pra si ta përpunojmë këtë gjë. Kjo është një gjë me të vërtetë shumë e ngushtë, pyetje shumë e ngushtë profesionale që është specifike për një sistem. Ato që dëgjuam nga prezantuesit e sotme ka zbatohet në çdo kontekst. Për këtë është shumë e rëndësishme që t'i referohemi udhëzuesit dhe resurseve mjeteve të ndryshme. Pra mund të gjeni punimet e tilla. Kam disa që do t'i vendos këtu në chat apo t'ju japën një listë burimesh ose literaturë dhe ju mund të keni pyetje specifike në përgatitje të fëmijës, duke shpjeguar se çfarë do të ndodh paraprakisht dhe çfarë përfshin kjo, sepse ndonjëherë nuk mund ta parandalojmë dëshminë e fëmijës, sepse mund të jetë vetëm i burim apo vetëm ja dëshmi në atësimin e veprës penale, por shumë e rëndësishme që të kemi një punëtor social që është informuar për traumën, të krijojmë ambiente të sigurta, të shmangim konfrontimet e drejtë për drejta, mundësimin e pauzave dhe të bëjmë bashkërregullimin dhe pastaj të ofrojmë mbështetje. Edhe nëse procedurat nuk ndryshojnë, mënyra se si flasim, mjedisi që krijojmë dhe kontrolle që japim fëmijës vet mund ta bëjnë procesin shumë më pak traumatik se sa që mund të jetë përndryshe. Pastaj ka një pyetje si të reagohet kur fëmia nuk flet dhe të hiqet në vetvete, si pasojë e dhunës në familje 10 vjeçësh fëmia, një përgjigje shumë e ngjashme. Nuk e kërkojmë të reflektojnë, ne i ofrojmë siguri, përgjigja do të jetë e njëjtë për ato 5-6 vjeçarin, që siç ishte, sepse është pak a shumë e ngjashme, nuk po e zgjas më tutje përgjigjen. Një pyetje që dua t'i përgjigjem ka të bëjë me kujdesin për veten nga kujdestari, si më dhënë si konsulenti, këshilltari ose psikologu kur punon me fëmijë ose të rritur të traumatizuar. Dua të përmend atë traumën sekondare që është reagimi sekondar i profesionistëve që punojnë me traumën. Kjo është shumë pyetje me rëndësi. Edhe Francesca, edhe ju përmendet disa mënyra se si të përballohen emocionet e rënda kur përballohet diçka e vështirë, por edhe kur punojmë me të mbjetuarit e traumës, po ashtu besoj që mbikëqyrja me nga dikush që është më me përvojë në fushën ku punojmë është shumë me rëndësi, por edhe mbështetja e të njëjtëve që unë e përmenda në këto parimet, 6 parimet të Samsa, kjo ka shumë kuptim në kuptimin e kujdesit për veten. Ndonjëherë praktika jon është që të veprojmë të bëjmë diçka të gëzuar, të argëtuese, nuk mjafton që ta kompenzojmë traumën që mblidhet nga rëndesa e madhe. Pra, mbikëqyrja, bashkëpunimi, edhe psikoterapia jonë personale mund të jetë shumë e dobishme në këto raste. Faleminderit shumë. Dëshiron të dikush të përgjigjë ndonjë pyetje tjetër? Suzana, unë mund të flas për atë se si të shmanget ritraumatizimi i fëmijëve kur dizajnohet monitorimi dhe vlerësimi për parandalimin dhe ndihmën në raste të dhunës në familje.
pra angazhimin në fëmijëve në proceset e bashkëdizajnimit. Faleminderit shumë për këtë pyetje. Sigurisht që nuk ka nevojë të përmendet që gjithë shembujt që i kam dhënë pak më parë që ne përdorim për të shmangur ritraumatizimin. Këto vlen edhe për aktivitetet e bashkëdizajnimit ose bashkëformulimit të programeve. Dua të reflektoj mbi një shembull konkret nga praktika e terdizomit në kuptimin e angazhimit të fëmijëve në procese bashkëpunuese konsultative kur dizajnohen shërbimet, projektet, politikat e iniciativat të tilla. Pra kjo qasje quhet bordi këshillues për fëmijë e të rritur, përse e keni dëgjuar shumë për jush këtë modalitet të pjesëmarrjes së fëmijëve dhe të rriturve, dhe ndoshta jeni ju vetë ata që keni mundësuar ose keni udhëhequr në procese të tilla të pjesëmarrjes së fëmijëve. Mënyra se si e fillojmë këtë proces është se kur fëmijët aplikojnë për pjesëmarrje në aktivitetet e bashkëdizajnimit dhe që në fillim fare bëjmë atë që quajmë diskutime miqësore për të mësuar pak më shumë për secilin fëmijë. Pyetje të thjeshta, a dëshiron që më tregosh pak më shumë për veten, cilat janë disa prej gjërave për cilat interesohesh. A dëshiron të më tregosh disa gjëra që të bëjnë të ndjesh i gëzuar, i lumtur, cilat janë njohurit, shkatësit, talentet e tua që dëshiron me i kontribu në këtë proces. Kjo pyetje është shumë e rëndësishme besoj unë, sepse përjetimi, përvoja traumatike në natyrë është shfuqizuese, do të ja heqin forcën ose fuqinë fëmijës. Pra, janë proceset bashkë pjesëmarrëse që të fuqizojnë. Pra, ju japim fëmijëve një ndjesi të kontrollit, ju kthejmë ndjesinë e tillë. Pra, dalim nga shfuqizimi në fuqizim. Një çështje që mund të trajtohet në këto diskutime miqësore është po ashtu. Cilat janë disa prej sfidave, vështirësive që mund t'i kesh përballuar në proceset bashkëdizajnuese dhe çka janë gjërat e tjera që ne si të rritur, si facilitator mund të bëjmë për krahur. Pra para se t'i fusim në hapësirën bashkëpunuese, ne t'i dim nevojat dhe interesat individual të fëmijës, ashtu që t'jenë më të vetëdijshëm pra për fushat ku ka nevojë për mbështetje. Dhe kur të ndalim këtu, do të shkruaj këtu në chat këtë metodologjinë për këto bordet këshilluese për fëmijë e të rritur në shqip, anglisht, rumanisht, greqisht e gjuhë të tjera janë të pranishme, janë të disponueshme këto materiale që do t'i prezantoj aty në chat. Po ashtu t'i përgjigjem një prej pyetjeve sepse besoj që kanë të bëjnë po ashtu me ato që prezantova. Si mund të ndihmojnë fëmijët dhe adoleshentët që ta kuptojnë që kanë vuajtur kur të rriturit për rreth tyre nuk janë të vetëdijshëm as për traumat e tyre dhe nuk bëjnë asgjë në shërim. Për shembull, kam qenë vullnetar për një iniciativë në një qytet shumë të vogël. Fëmijët që shkojnë aty ritraumatizoheshin sepse administrata aty, administrimi është shumë kaotik e jo efektiv dhe nuk është as pak i hapur për këtë informim të tillë. Dhe siç po thosha në prezantim, mjafton që në fillim fare që të kesh një të rritur të sigurt, ti mund t'jesh i rritur i sigurt e i besuar. Pra, nëse mund të ofrosh përkraje për fëmijët derisa ndërvepron me ta, ke bën aktivitete, sigurisht që nuk është domosdoshme që ta thuash se keni përjetuar traumë, por ndoshta ti ndihmosh ti kuptojnë emocionet e tyre, siç dhe kjo rrota e ndjenjave mund t'i ndihmoj që ta eksplorojnë, që ta kuptojnë pak më mirë këtë gjë. Sigurisht mund të thuash, për shembull,
për t'i dhënë vlerë, për t'i dhënë kuptim ndjenjes, ndjehesh i trishtuar, i mërzitur, mund të bësh aktivitete tokëzimi ose ushtrimi i tillë, është një intervenim, mikrointervenim, por që ndihmon në tokëzimin e tyre në thojza, dhe ndoshta brenda organizatës mund të gjesh dikë që është më i hapur, më i mundshëm që ta bëj këtë praktikë të informuar nga trauma, që së paku nëse mund të ofrosh si pikë fillestare gjithsesi një gjë të tillë, ata mund ta bëjnë pastaj referencën më të fortë, pra ata mund ta kenë dikë që ndjen më të sigurt për ta, sepse më së pari ka të bëjë me ndjesinë e sigurisë, të tokëzimit, të lidhjes me dyshemen. Sigurisht Suzana mund doj që ta plotësoj këtë gjë. Një pyetje tjetër, se kemi goxha shumë të tilla për momentin, mund mos arrijmë të përgjigjemi të gjithave për shkak të kohës, do të përpiqemi të përgjigjemi atyre që mundemi. Do të shkojmë me një pyetje dhe ndërkohë mund gjeni pyetje të tjera, thjesht mund t'i shihni në listë atje. Kemi pasur migrimin si pyetje, se si migrimi nga një vend në tjetrin ndikon, dhe pastaj traumat e luftës. Do të fokusohem te këto dyja sepse kam punuar shumë në këtë drejtim në aspektin e migrimit. Migrimi është çrregullues me të vërtetë dhe është i vështirë për secilin. Jo gjithmonë është traumatik megjithatë, pra është shumë e rëndësishme që të kuptojmë se fëmijët, varësisht nga zhvillimi dhe mosha e tyre, ndikojnë ndryshe. E mbaj mend se çfarë kemi thënë për rëndësinë e marrëdhënieve. Pra fëmijët nga 0 në 8 vjeç ose 6 vjeç, stresi ndihet përmes shkëputjes së rutinës dhe ankthit të prindve, kështu me radhë. Do thotë mund të kenë probleme në gjumë dhe pastaj shpërthime emocionale. Por kur ka marrëdhënie përkrahase, kur ka siguri në ato marrëdhënie me prindër, nëse janë bashkë normalisht, nëse nuk janë të ndarë, rasti ngjarja traumatike, ngjarja mund mos bëhet aq traumatike. Mosha shkollore, 7-12, mund të kenë vështirësi në kuptimin e humbjes së miqve, sepse kanë krijuar marrëdhënie në shkolla. Pastaj pengesa në gjuhë, mësimi i gjuhës së re, mund të përjetojnë bullizim, e pastaj konfuzion e identitetit e tyre. Migrimi tek adoleshenca ka probleme identiteti, diskriminimi dhe presioni për të adaptuar shpejt. Migrimi bëhet traumatik kur fëmijët ndjehen të pasigurt, të pambështetur dhe të shkëputur, por me stabilitetin, mbështetjen emocionale, me të rritur të kujdesur, mund të kthehet në mundësi për adaptim. E njëjta gjë vlen për traumën e luftës. Kur flasim për traumën, duhet ta kuptojmë interseksionalitetin ose ndërthurjen e shumë stresave e niveleve të traumës. Pa marrë parasysh vështirësinë e situatës, kur fëmia ndjehet i sigurt në marrëdhënie, kur ka ndjesinë që mund të flasin, të shprehen pa faje, pa turp, pra kur nuk ka fajsim, kur nuk ka ushtrim të tillë, nuk do të jetë traumatike, mund të jetë e vështirë dhe të gjithë kalojnë vështirësitë tona. Shumica e fëmijëve kanë përvoja të tilla të vështira, por kur ka lidhje me të rriturit, kur ka mbështetje, ato përjetime nuk bëhen traumatike, është një proces krejt tjetër. Shumica e përvojave traumatike vijnë nga kjo shkëputje, e kjo është shumë e rëndësishme gjatë luftës, sepse prindrit traumatizohen nga ngjarje të tilla. Prindrit friksohen për mirëqenien, për fëmijët e tyre, për mbijetesën e kështu me radhë. Pra ndikon tek prindërimi i tyre para se të arrijë të shkaktoj trauma tek fëmia. Dikush tjetër që mund të ketë pyetje ose në fakt të jap përgjigje pyetjeve, sepse po i afrohemi përfundimit të kohës. Mirë, kemi kohë vetëm për një përgjigje të fundit dhe po përpiqem të gjej se çka na ka mbetur, e kaluam këtë traumën e luftës. Dhe kjo është me interes sepse
si mund të promovojmë ndjesinë e zotësisë tek fëmia, pa i bërë atë ndjen fajtor për atë që ju ka ndodhur. Ne do të diskutojmë pak më shumë në seminarin e radhës, por për momentin është tejet me rëndësi që të fokusohemi tek pikat e forta të fëmijëve, duke i dhënë zgjedhje të tyre, jo të flitet për ngjarje traumatike, pra është me rëndësi që të ndahet nga trauma, pra nuk ke përgjegjësi, nuk ka nevojë ti të ndihesh keq për atë që të ka ndodhur, duke dhënë vendime të vogla, duke çmuar përpjekjen ose mundin e jo rezultatin ose produktin. Do thot gjuha fuqizuese, dhënia shembullit e jo pse e bëre, çka ke nevojë që ti të ndjehesh i sigurt, çka mund të bëjmë për ty. Dhe ju i përmendët disa prej këtyre qasjeve pak më herët, folësit tona pra. Besoj që po i afrohemi fundit të seminarit si të tillë, dhe nëse ka pyetje që kanë mbetur të pa përgjigje, do të përpiqemi të përgjigjemi për shkak të numrit edhe kohës, ndoshta nuk do të kemi kohë, por që do t'ju kërkojmë një sondazh, dhe këtu e shihni në ekran tashmë, nëse dëshironi i përkthejmë në shqip. Pyetja e parë ka të bëjë: seminari i ka plotësu pritshmëritë e mia, prej fuqimisht pajtohem e deri tek as pak nuk pajtohem. Pyetja e dytë: seminari i është përgjigjur nevojave për mbështetje. Prap notat janë: fuqimisht pajtohem deri tek as pak nuk pajtohem. Pyetja e tretë: informatat që u ndanë me ne ishin shumë të dobishme për mua, dhe njëjtë vlerësimi: fuqimisht pajtohem deri tek as pak nuk pajtohem. Ky seminar më ka ndihmuar që të mbroj më mirë fëmijët, me të njëjtat përgjigje. Pyetja e pestë: pasqyra ime për kujdesin e informuar nga trauma është rritur në masë konsiderueshme, është përgjigjja e parë, është rritur, pikë, dhe ka qëndruar njëjtë e fundit. Pyetja e gjashtë: mund të shpjegoj 4 shkronja të r të kujdesit të informuar nga trauma? Përgjigjja e parë: po, me vetbesim. Po deri diku, dhe jo ende janë përgjigjet e mundshme. Pyetja e shtatë: sa ke besim që do të aplikosh praktikat e informuar nga trauma pas këtij seminari? Kam plotësisht besim deri diku ose në mas mesatare, dhe as pak. Dhe pyetja e tetë: mund të aplikoj atë që kam mësuar në praktikën time? Dhe mund t'i kërkoj tani prezantuesve që të thonë nga një fjalë, një fjali mbi atë prezantimet, edhe pastaj të mësuarit nga kujdesi informuar nga trauma. A mund të fillojmë me renditjen e prezantuesve? Ralica? Po, isha shumë e lumtur që patëm kaq shumë njerëz këtu që na dëgjuan dhe morën pjesë me pyetje nga vende të shumta, me papavija të ndryshme. Për mua ndoshta kjo është pjesa më e rëndësishme, për shkak se trauma është një diçka që të gjithë duhet ta përballojmë, dhe nuk është fjalë këtë e lehtë, pra kemi përgjegjësi të gjithë prej nesh, dhe jam shumë e gëzuar që arritëm të mblidhemi, të mendojmë, të flasim për këtë gjë, dhe shpresojmë që këtë diskutim ta çojmë edhe më tutje në punën tonë në të ardhmen. Faleminderit të gjithëve. Po, si që thash gjatë prezantimit, është shumë e rëndësishme që të krijojmë hapësira të sigurta për njerëzit që i mbështesim, dhe për të krijuar një hapësirë të tillë mund të duket të jetë punë e vështirë, sepse edhe emocionet tona ndërlidhen me ndjenjet e personave me të cilët kemi punë, por më së pari duhet të punoni me veten, që ta mendoni çfarë të bën të ndihesh emocionalisht i e sigurt, si ta rregullosh pra veten para se të hysh në ndërveprime të tjera, që ti vetë të jesh i e të gëzuar, pra
që pasaj ti ndihmosh edhe të tjerëve të përballen emocionet e tyre. Por kjo kërkon sigurisht praktik, por ka shumë mënyra për ta praktikuar këtë gjë dhe inkurajoj që të bëni këto me gjitha materialet që ne do t'i bëjmë të disponueshme. Dhe faleminderit që ishit këtu dhe faleminderit që çndrua deri në fund në fakt. Dhe Anastasia, si reflektimi i fundit do të ishte si vijan. Sot me të vërtet theksuam se sa me rëndësi është që të jemi të vetëdijshëm për sfidat rreziqet e cenimet që fëmijët mund t'i përjetojnë. Dhe si mesazh përfundimtar, do thosha që është po aq me rëndësi që t'jesh i vetëdijshëm për pikat e forta, resurset, kapacitetet e përballimit të situatave të tilla, reziliencës së një fëmie që mund t'i posedoj. Pra, është kjo forcë, është kjo fuqi, këto resurse që ne duam t'i përforcojmë, t'i nxisim, dhe kur flasim për fuqizimin, e që kishte bënte me këtë pyetje në bash dizajnimit pjesëmarrjes së fëmijëve, është një prej veglave më të fuqishme që ti rikthejmë fuqinë fëmijëve. Faleminderit edhe një herë që u bashkuat, me të vërtetë ishte kënaqësi e madhe për mua. Faleminderit të gjithëve dhe vështrimeve të bukura, prezantimeve të shkëlqyeshme, me të vërtetë jam e lumtur që arrita të ndaj këtë hapësirë bashkë me gjithë juve. Maria, nëse mund të të ftoj që të thuash diçka për sa i përket certifikatave apo dhënies së tyre, ndoshta edhe në seminarin e radhës. Faleminderit të shumë të gjithëve që morët pjesë. Ju lutem ta keni parasysh që për të marrë certifikatën e pjesëmarrjes në këtë seminar për gjitha vendet. Ju lutem të dërgoni email tek adresat që janë vënë në chat për Rumani, Francesca Nikora, për Kosovën, Maria Voksani, për Gjerqin, Giorgio Canaris, për Kroacin, Antonella, për Bullgarin, tek Boris Lavrev ose David Kurjanov. Po ashtu ta keni parasysh që është seminari i parë në serin prej 3 seminarëve. Seminari i dytë do të mbahet me 2 dhjetor. Besoj që regjistrimi për seminarin e dytë është hapur tashmë, gjithsesi jeni të mirëpritur që të aplikoni për të regjistruar. Për gjithë ata që janë regjistruar apo nuk janë regjistruar dhe me tash, faleminderit edhe një herë. Faleminderit Maria. Tani, duke ju afruar fundit në emër të Tertezomit dhe gjithë partnerëve të projektit Caring 2.0, dua të falenderoj sinqerisht Realica, Anastasia, Francesca, të gjithë që ne janë bashkangjitur për praninë reflektimet e juaja. Seminari sot na përkujton që kujdesi i informuar nga trauma nuk është vetëm koncept apo një pako veglash. Është mendësi, mentalitet, mënyrët e ekzistimit që na ndihmon për të krijuar hapësira të sigurisë, empatisë dhe mirëbesimit në çdo gjë që bëjmë. Faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e diskutimit të sotëm dhe në herën e radhës kujdesuni për veten, qëndroni të lidhur dhe merreni edhe me të tjerë.